vjen një burr tek pejgamberi alayhis salam, i bën atë pyetjen e famshme, pra pyetjen kur do të bëhet kiameti. Thotë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë ishim një ditë me pejgamberin alayhis salam në Medinë dhe erdhi dikush dhe ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: "O pejgamberi i Zotit, tha, kur do të bëhet kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normalisht kuptoi që personi nuk ishte banor i Medinës, se ky kapitull ishte mbyllur me kohë për banorët e Medinës. Mirëpo sahabët ju pëlqente kur vinte në një kështu nga larg që s'dite çka ka ndodhur në Medinë dhe bonte pyetje që këto ndoshta përsëritje. Ose pyetje që këta nuk guxonin, pyetje ndoshta shumë thjeshta. Pejgamberi sa me pak kështu i tha: "Po mirë," i tha pejgamberi sa, "ti çfarë ke përgatit për të?" Ati sikur i ra pika. Sa ai nuk e priste, ai mendoi që pejgamberi do të thotë mas 10 vjeç, mas 100 vjeç. Tha: "Po ti çfarë ke përgatitur për të?" Ai thotë nesër sikur i ra pika, burri nuk e priste. Pastaj u mendu pak dhe tha: "O pejgamberi Zot, dëgjota, unë ndoshta nuk dallohem me namazin tim apo me agjërimin tim, ama tha për atë ditë kam përgatitur dashnin për Zotin dhe dashnin për profetin e tij, Muhammedin alayhis salam." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-mar'u ma'a man ahab", do të jesh me ato që i do më shumë ti. Tha Enes ibn Malik, transmetuesi i ngjarjes: "Pashallahu, thot, ka qenë dita më e lumtur e jona mbas pranimit të Islamit." Sepse komenton tani Enes ibn Malik, thot: "Allahu i dërguari i tij, Ebu Bekri dhe Omeri janë më të dashurit e zemrave tona, shpresojmë që të jemi ditën e Kiametit me ta."